Do të vjojmë diskutojmë në lidhje me tarifat e njoftuara dy ditë më parë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që të paktën ditën e dieshme dhe ditën e sotme kanë shkaktuar kaos në tregje, por kanë marrë njëkohësisht kundërpërgjigje nga liderët e vendeve të tjera që janë përballur me tarifa. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Ilir Hajdini, profesor i asociuar në Universitetin e Vienës. Zoti Hajdini, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Atëherë, për ta nisur bisedën në këndvështrimin tuaj, jemi duke u përballur ose në fillim të një lufte tregtare mes ekonomive më të mëdha të botës, sidomos atyre që deri më tani kanë qenë aleatët kryesor tregtar, partnerët kryesor. Po, si duket kjo ka qenë deri diku e pritshme, mirë po për shumë kënd nuk ka qenë e pritshme se Trumpi do të ngrejë tarifa edhe për vendet për zonë të Bashkimit Evropian në nivelin që vendosi të ngrit. Do të thotë Bashkimi Evropian tani do duhet paguaj dikon rreth apo kompanitë e Bashkimit Evropian që të eksportojnë Shtetet e Bashkuara do duhet paguajnë dikon afro 40% tatime dhe kjo do të ndikojë dukshëm në rritjen e kostove të prodhimit produkteve dhe ofrimit shërbimeve që evropianët dëshirojnë të eksportojnë në SBA. Po ashtu do të me u kthy te pyetja juaj, do të thotë si duket, do të futemi në një komplet erë të re të dinamizmit të tregtisë globale, e cila do të si duket të shtyjë vendet të ndryshme të botës që t'i kthehen proteksionizmit, gjë që do të thotë është kundër filozofive neoliberaliste të ekonomisë që kryesisht studentët janë mësuar që të ndëgjojnë e studiojnë të paktën në shekullin e fundit. Dhe kush fiton nga tarifat, sepse me logjik thjesht nëse shtëpia e bardhë në rastin konkret, qeveria amerikane aplikon tarifa ndaj produkteve që importohen në Shtetet e Bashkuara, do t'jenë konsumatorët amerikanë që do të paguajnë një çmim më të lartë për atë produkt, sepse nuk e paguan kompania. Pra kush ka fitues në një luftë tregtare? Sporin është mirë me thënë që ekonomia e lirë, Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të zhvilluara u ka konvenua aq shumë në 2 shekujt e fundit, saqë do të është shumë vështirë që tash të pranojnë këtë çështje të re. Se kush do të fitoj, do të thotë është vështirë sepse sporit duhet ta dimë që nëse shikojmë zhvillimin apo të ardhmen në faza afat shkurtra, pëzom 1 deri në 2 vite të ardhshme, normal që konsumatorët amerikanë do të jenë humsit më të mëdhej nga kjo çështje, mirë po në politikë do të duhet që të ketë çështje afat gjata. Dhe me këtë, Trumpi po dëshiron që të sjellë industrializimin e ekonomisë amerikane, me fjalë tjera që të sjellë prodhimin mrena në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht, do të thotë, nëse shikojmë nga konveshtrimi afatgjatë, me qenë se shumë kompani do duhet të zhvendosen që të prodhojnë në Shtetet e Bashkuara, kjo mund të rikthej një këndjellje të ekonomisë amerikane në konveshtrimin e prodhimit, do të thotë, sepse ekonomia amerikane, edhe pse është konsumatorja më e madhe në botë si ekonomi, do të thotë shumë prej këtij konsumi shkon në kuadër të shërbimeve. Dhe do të thotë kjo rrit deficitin tregtar dhe po ashtu borxhin publik amerikan, dhe me këtë çështje Shtetet e Bashkuara po synojnë që të zvoglojnë borxhin publik, edhe në qoftë se rrisin koston për konsumatorët, ta kompenzojnë atë për shembull me ulje të tatimit, gjë që do të thotë do të shtyjnë, do të rrisin incentive në këtë mënyrë për kompanitë e huaja që të rikthehen, edhe për kompanitë amerikane që të rikthehen në SBA, dhe do të thotë mund të zhvillojmë apo ta zhvillojmë debatin nga 2 konveshtrime. Do të thotë edhe do të jetë rrezikshme për arsye se tregjet financiare veç kanë filluar që të reagojnë në mënyrë negative, do të dikon prej 4 deri në 6% kemi pas në Dow Jones, në New York Stock Exchange,
edhe në Nasdaq. Do me thonë kemi pas zbritje të vlerës e aksioneve të kompanive që janë të listuar atje, dhe si rezultat i kësaj do të gjithë ata që kanë investuar në aksione kanë humbur vlerën e tyre të investimeve, dhe kjo mund të vazhdojë të rritet kjo humbje, po ashtu edhe dollari amerikan do të mund të vazhdojë të bie në raport me pezon valuta tjera, në qoftë se normal, në qoftë se pezon në anën e kundërt kemi zhvillim të negociatave drejt arritjes së paqes pezon në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Ajo do të sillte për shembull mbi vlerësimin e euros dhe rrëmjen e më të tjeshme të valutës së dollarit, e cila po ashtu do të ndikonte në rikthimin apo do të poziciononte kompanitë që prodhojnë në SBA në një pozicion më të favorshëm që të eksportojnë, sepse eksportet pastaj amerikane do të jenë më të lira për të shkuar drejt vendeve tjera. Mirë po, siç e theka edhe më herët, proteksionizmi do të vështirësojë edhe eksportin e produkteve amerikane në vende tjera, sepse secili shtet do të hakmerret me tarifa. Mirë po, përparësia e Shteteve të Bashkuara është se kanë një treg shumë të madh, me një konsum thuajse më të madh në botë, pezon kompanitë gjermane të automobilizmit, më shumë të shesin automjetën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu edhe për Kinën, për shembull, Shtetet e Bashkuara janë tregu më i madh në botë, dhe si rezultat i kësaj qasje do të thotë vendet si Kina dhe Bashkimi Evropian do të jenë humbse më të mëdha. Edhe një herë, për mbylli, do të thotë për rrumbullakësaj, nuk do të thotë që domosdoshmërisht konsumatorët amerikanë do të humbin, në qoftë se ata kompenzohen me ulje të tatimit në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, zotja Dini, prania ose rikthimi i kompanive qoftë amerikane në Shtetet e Bashkuara apo qoftë huaja që të investojnë në SBA do doj patjetër kohë, pavarësisht se vetë Donald Trump ka premtuar 7 trilion dollar investime pikërisht për shkak tarifave që ai ka njoftuar. Investime të kësaj natyre do duam patjetër më shumë kohë se sa Donald Trump është në zyrë, dhe një president tjetër i radhës mund të anullojë tarifat dhe gjithçka zhbohet në këtë përpjekje. Mos është çështje pikërisht borxhi, sepse në vlerë absolute borxhi amerikan ka shkuar në rreth 33 trilion dollar nga rreth 27 trilion dollar që është prodhimi brendshëm bruto në SBA, të paktën për gjatë 2024-s. Shumë vende, dhe të pika që i cekët janë shumë vend. Mirë po, në qoftë se shikojmë për shembull çështjen e Trumpit, pastaj edhe të Bidenit, edhe tash Trumpit 2, do të thotë shikojmë që 3 administrata janë duke njekur vinën njëjtë. Për shembull, me Trumpin 2, tatimi, taksat apo tarifat, më mirë nështë të quajmë tarifa, arrin afro 70% për produktet kineze. Shumë kompani amerikane prodhojnë produktet e tyre në Kinë dhe pastaj i shesin gjithandej nëpër botë edhe mrena në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi është që të shtyjë edhe kompanitë amerikane që të rivendosen në Shtetet e Bashkuara. Mirë po çka, për shembull, më ka befasu mu mas tepërmi, është që unë kam prit që Trumpi do të ketë një qasje shumë specifike ndaj Kinës, dhe po e zomë ndoshta edhe Indisë apo disa vendeve në Azi. Mirë po kam prit që me Bashkimin Evropian do ta ketë një qasje tjetër. Si duket kjo administrat ka vendosur që në mënyrë uniforme të vendosë tarifa, edhe pse ato dallojnë ndaj vendeve të ndryshme, mirë po vendosja globale e tarifave në afat gjatë nuk besoj që do të shërbejë interesave amerikane, edhe pse këtë besoj që Trumpi e di, dhe me kalimin e kohës besoj që ai do të rinegociojë marrëveshjet tregtare ndoshta jo multilateralisht, po unilateralisht me secilin vend specifik Bashkimit Evropian, për arsye se si ekonomi Shtetet e Bashkuara janë më të fuqishme dhe në këtë mënyrë janë në pozicion më të mirë, dhe kështu që nuk do të mbesin, të paktën mendoj me Bashkimin Evropian,
tarifat aktuale që i kemi. Është shumë e saktë ajo që e the, se për shumë kompani multinacionale është vështirë, domethënë, të zhvendosen, pezon nga një fuqia që madhe sa është Kina, me një uri as të mëdha sa ka populli i saj, që të vendosen me një shtet tjetër ku ndoshta aftësitë për prodhim thujse veç kanë humbur për gjatë kohës, duke pas parasysh rrezikun që mas Trumpit të vi dikush tjetër dhe ta kthej krejt komplet, të hiq tarifat dhe ta rikthej qasjen liberale ndaj tregtisë lirë. Do të thotë kjo do të ishte shumë e rrezikshme, mirë po të pas parasysh, do të thotë në 2 administratat e fundit dhe të tanishmën, do të thotë mendoj që edhe për disa 1 apo 2 administrata të ardhshme kjo qasje do të mbahet, përderisa ata të vlerësojnë se a është duke i sjellur përparësi apo të mira ekonomisë amerikane apo jo. Ndërkohë të rikthehemi Shtetet e Bashkuara vetëm se do të thotë e kanë vërejtur që në 2 dekadat e fundit kanë qenë duke humbur ekonomikisht, edhe pse me një ngritje prej 2-3% mesatarisht, por që duke krahasuar atë me për shembull ritmet e zhvillimit ekonomik kinez, kanë qenë në një humbje të ngadalshme në raport me konkurrentin e saj kryesor ekonomik. Dhe nëse amerikanët nuk do të ndërmerrnin asgjë, do të thotë humbja do të ishte e sigurt. Kështu që një qasje tjetër ndoshta është e përshtatshme në kohën në të cilën jemi duke folur, mirë po mënyra se si do ta realizojnë atë, do t'i determinojë edhe rezultatet. Ndërkohë të rikthehemi në rajon, zoti Ajdini, Kosova dhe Shqipëria përballen me tarifat minimale, me ato dysheme 10% për shkak se kanë një deficit tregtar me Shtetet e Bashkuara. Më shumë blejnë produkte në Amerikë sesa shesin aty. Vendet e tjera, Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Republika e Maqedonisë Veriut, kanë tarifa që variojnë nga 33 deri në 37%. Mund të jemi, ta shohim me pak pozitivitet, mund të jemi ne, Shqipëria dhe Kosova, pra më konkurrues në këtë aspekt? Po, unë mendoj që po, do të thotë shqiptarët në Evropë, bashkarisht me britanezët, do të thotë janë më të favorizuar nga të gjitha shtetet e tjera. Dhe nëse arrijmë na që ta shfrytëzojmë këtë si duhet, neve mund të na shërbej që të tërheqëm një sasi të investitorëve tuaj, të cilët kanë për qëllim tregjet amerikane. Edhe pse distancat gjeografike mes Kosovës dhe Shqipërisë është shumë e madhe, do të thotë kompanitë të cilat po ashtu dëshirojnë që të kenë tatim të ulët, siç e ka Kosova për 10% edhe për pa marrë parasysh do të në çfarë industrish apo çfarë kompanish me çfarë origjine funksionojnë këtu, ato mund të njëkohësisht të eksportojnë edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara do të thotë me kushte preferenciale. Do të thotë kjo mendoj që duhet na shërbej neve që të organizohemi, që nështë edhe të vendosëm edhe një hap tutje, që të largojmë tatimet që i kemi pasur, që me të vërtet nuk është se e kuptojmë sepse, do të largojmë tatimet dhe të bëjmë një marrëveshje pa tarifa me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që do të kjo të shërbej si incentiv shumë e fuqishme, o fjala edhe për Shqipërinë edhe për Kosovën, që të sjellim investitorë që kanë për synim një treg as të madh siç janë Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, në anën tjetër, për të sjellën vëmendje shembullin e Meksikës, kur Kina u përball me tarifa në mandatin e parë të Donald Trump. Për shkak të tarifave, zgjidhja ishte magazinimi i produkteve në Meksik dhe pastaj dërgimi i tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i realizueshëm mund të jetë një skenar i tillë për kompanitë greke, për kompanitë italiane, serbe, maqedonase, që të përdorin të njëjtën metodë? Mund përdoret kjo, do të thotë normal që Meksika mund ta shfrytëzojë këtë situatë. Ata kanë arritur një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara në të kaluarën, mirë po nëse administrata amerikane vëren që kompanitë pëzon nga prodhues të ndryshëm shkojnë vendosen në Meksik dhe tentojnë që ta ndrojnë pëzon origjinën e mallit apo të përbërjes së produkteve, duke synuar që ta rieksportojnë atë në Shtetet e Bashkuara, atëherë besoj që administrata Trump do të rinegociojë marrëveshjet me Meksikën. Po ashtu edhe nëse këto kompani zhvendosen në Meksik, në vend që të zhvendosen në Shtetet e Bashkuara,
prap do të thotë nuk kanë siguri që Trumpi nuk do të ndërmerr një veprim që të renegociojë marrëveshjen me Meksikën. Do të thotë nuk është shumë hap i sigurt. Është diçka që do të ndodhë. E kisha fjalën zotë Edini, a mundet që edhe Shqipëria me Kosovën të luajnë të njëjtin rol si Meksika për Kinën? Pra mund bëhemi edhe ne për shkak të 10%-shit, të bëhemi vend tranziti për produktet italiane, për produktet greke, serbe, maqedonase? Na do të mund ta bënim, ta arrinim atë nëse për shembull ne do të ishim shumë proaktiv që të fillonim të thithnim fuqi punëtore, të absorbonim fuqi punëtore nga vendet po e zom të Azis apo vende tjera. Kosova për shembull aktualisht e ka një popullsi me një ritëm të frikshëm të plakjes, do të thotë ishim me një popullsi më të re në Evropë dhe kemi eksportuar njerëz aq shumë sa që tani e kemi një popullsi me një moshë mesatare dikun tek rreth 36 vjet. Po ashtu edhe pak më e vjetër është popullsia e Shqipërisë, me sa jam informuar, dhe e kemi një popullsi shumë të vogël në numër. Po ashtu edhe distancat gjeografike nga Shtetet e Bashkuara me një pasiguri politike, nuk besoj që do të jetë diçka që do të tërheq edhe aq shumë investitorë të huaj. Për shembull, mund vinë këto në qoftë se po e zonë në fushat e IT-s, call centrave, shërbimeve tilla, të cilat mund të shërbejnë pa pasur nevojë do të thotë që të kalojnë oqeane, mirë po në fushën e prodhimit do të thotë nuk është se ju ofron shumë favore ambienti jonë, sepse neve nuk jemi duke ndërmarrë asgjë që ta kompenzojmë humbjen e fuqisë punëtore nga vendet tona. Me duhet do të thotë që të jem pak më korrekt, Shqipëria me sa e di është pak më përpara, ndërsa me sa kam informacione, po e zonë ekzistojnë me qindra mijëra aplikacione vetëm në Bangladesh, në ambasadat e Kosovës për qytetarët Bangladeshit, cilë dëshirojnë që të vinë të punojnë ndoshta përkohësisht në Kosovë, me synimin që të shkojnë Bashkimin Evropian, mirë po pa marrë parasysh kësaj dytes, neve na duhet të shikojmë interesat tona ekonomike dhe të gjejmë mekanizme që të mbajmë ata punëtorë dhe të selektojmë e të pranojmë aplikacionet e tyre dhe të sjellim në ekonomitë tona në mënyrë që ekonomitë tona të bëhen më atraktive për investitorët e huaj. Aktualisht neve nuk kemi fuqi punëtore as për kompanitë vendore, e lere më që të tërheqim investitor nga Italia. Nuk dua ta shoh situatën me një këndvështrim pesimist, sepse siç e thash, janë disa industri në cilat neve do të përfitojmë, mirë po që të përfitojmë shumë më tepër, neve duhet jemi shumë më proaktiv që të absorbojmë fuqi punëtore nga vendet e huaja. Zoti Edini, i njëjti problem është si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, po importojmë punonjës, pra nuk kemi fuqi punëtore në vendet tona, jo më të mendojmë për tjera zhvillime. Njëna prej qasjeve do të ishte për shembull që ta rikthejmë diasporën. Do të neve nuk kemi asnjë aktivitet përpos kur partitë tona politike dëshirojnë që të mbledhin vota nga diaspora, shkojnë atje, organizohen në tubime, pastaj me transport e kështu me radhë derisa të marrin votat e tyre, dhe pas kësaj do të totalisht. Jo vetëm që harrojnë për diasporën, por dëshirojnë që t'ja ulin shifrat e papunësisë duke u amundsuar atyre që të largohen nga ekonomitë tona, në mënyrë që pastaj të dalin dhe të promovojnë çështjet e tyre ekonomike, duke, domethënë, paraqitur shifra artificiale të papunësisë që kinsa ata i kanë ulur me politikat e tyre. Do të thotë neve kemi një çështje shumë improvizuese, jo substanciale dhe jo me këndvështrim afatgjat për zhvillimin e këtyre dy vendeve. Zoti Edini, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbar.